Në Universitetin e Shkodrës, Luiç Gurakuqi u zhvillua një leksion i hapur me temë drejtësia përballë polarizimit, pavarësia, përgjegjshmëria dhe besimi publik. I ftuar ishte kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, i cili ndau me studentët dhe stafin akademik një analizë mbi sfidat që kalon sot sistemi i drejtësisë në vendin tonë. Ai u ndal te problematikat aktuale që lidhen me funksionimin e drejtësisë në një realitet të polarizuar, duke theksuar mbi ngarkesën e çështjeve që kalojnë për gjykim. Sistemi ynë i drejtësisë ndodhet në një fazë të vështirë tranzicioni. Reforma e drejtësisë e vitit 2016 ishte një hap historik. Procesi i vetikut pastroi sistemin nga gjyqtarë dhe prokurorë që nuk plotësonin standardet e integritetit. Kjo ishte e nevojshme, por çdo reformë e madhe ka dhe kostën e saj. Ne duhet ta pranojmë këtë kostë me ndershmërinë që publiku e meriton. Jo duke e fshehur pasojat e saj, por duke i parë ato në sy dhe duke kërkuar zgjidhje. Vakancat e krijuara në sistem nga largimi i një numri të madh gjyqtarësh ka lënë gjykatat me ngarkesë të jashtëzakonshme. Vonesa në drejtësi është sot një nga problemet më të mpreta që has qytetari shqiptar. Sadushi foli gjithashtu për besimin e publikut tek drejtësia, duke cilësuar atë si një proces që kërkon kohë për të ndërtuar. Kur dobësohet besimi te drejtësia, dobësohet edhe vetë rendi demokratik. Sot në Shqipëri besimi në drejtësi mbetet i ulët. Këtë e dim të gjithë. Sidoqoftë unë nuk erdha këtu të ankohem. Erdha të them se ky realitet mund të ndryshojë. Nëse ne që jemi sot në sistem dim t'i shohim me ndershmëri dhe me përgjegjësi dobësitë e tij. T'i korrigjojmë ato dhe nëse brezi që vjen juve zgjedh të mos pajtohet me to, por ta ngërë sistemin edhe më lart. Ky leksion u ndoq nga student dhe pedagog, duke krijuar një hapësirë diskutimi mbi një nga temat më të rëndësishme për funksionimin e shtetit ligjor.